për ekstremist, ky nuk është argument. Prandaj nuk është as bisedë barabartë. Sepse njerëzit e partisë janë të pajisur për partisë me informata. Prandaj nuk janë barabartë me neve këtu. Po secili e keni drejtën ta thoni, e keni drejtën barabartë ta thoni nëse bën marrëgjimtarin. Jo, edhe me ardh Albin Kurti unë bisedoj me shumë kënaqësi. Po nuk vjen Albin Kurti, me ardh Albini me thonë unë jam analist i pavarur, unë nuk i besoj më. Po atëherë që kush adresor zotëri që më kaftu. Unë po them se jeni barabartë për të thënë opinione. Unë nga ajo barazia se cili është analist, kjo është çështje jote. Po ma qënë një gazetar, s'pja për me në jemnin, marrëgjimtari që ka kërështu thëm në zemaj qenë ka dhonëri i Lindita Azizit. Kjo është moderatori e lajme më në të ke. Mas i ka ndosë rasti. Të mund kemi kujdes me përmendje emra se mund jo, kjo është e konfirmume. Po vetëm tash po përmendje. Personi i kërështuam, shkon edhe kemë edhe një intervist. Kjo konflikt interesi, duhet të dy më kon aty. Të dy më marrë intervist, edhe zemën e këto. Pra ky që nga një aktivist i vetëvendosjes, që nga një aktivist i vetëvendosjes që ka me votu për balotazh këto. Pra, sulm atakim i pasër politik. Po i rikat të ri pak ma gjatë, se balotazhi është tek pas 2 javësh. Se ka problem ka. Se bavak i spunan. Po ka ku. Ka fakt. E Lindita avancu në detyrë me atën e VBS në pushtet. Mërzi profa me ndërprej, u ko mirë të dhe bësë Tash kërgjone. Avancu në detyrë atë shqetëson kur ndërprej aja po vetëm unë. Sa e ndërprej. Unë i kërkova atë artikut legjavit, nëse kina i problem kallëzom. Ju s'kam problem, ju respektoj, ju kam kulli. Edhe unë të ju shumë. Zoti Kajtazi, te ajo që kemi afishuar si temë, nëse ka ndonjë informacion të ri, do t'i kthehemi sërish ngjarjes, a do të kemi qeveri të dielën? Nuk e di. Këtë madje se deja së Albin Kurti, i cili shkon se... Jo, Albin Kurti mund të ketë më shumë informata. Ta di. Marrëveshje nuk ka. Marrëveshje me subjekte politike nuk ka. Këto orë janë vendimtare për trafikim me qenje deputetësh. Me qenje deputetësh, qëllimisht po zëni to fjalë. Bile kështë qenë mirë me sankcionu si vepër të veçantë penale në kod penal këtë trafikimin me deputet. Se nështë kishë mujtë me unale, me u parandalu. Marrëveshje nuk ka zyrtare. Pse Zoti Kurti shkon në seancë, apo pse thirret kjo seancë për qeverinë, unë mendoj që është në kuadër të një funksioni propagandistik dhe një lloj presioni dhe akuze pastaj për të tjerët, kryesisht për LDK-n, sepse ju s'po hynin në qeveri. Ju kujtohet, më shumë janë akuzu partitë e opozitës për blokadën kuvend nga zhurmus gjithandej, sesa partia që ishte e obliguar edhe thështe që i ka më në shumicën. Tash ky presioni që po i bëhet, veçanërisht LDK-s, pse s'po pranon me hyrë në bashkëqeverisi me zotin Kurti, është inxhiniering i përgatitur mirë, i ekzekutuar mirë gjithandej, për një rezultat tjetër të mundshëm, kur do që shkojmë në zgjedhje, që gjasat janë të shkojmë në dhjetor në zgjedhje. Unë nuk besoj që do të ketë qeveri të dielën, nuk besoj, apo jam i prirur mos me besu, sepse i mungojnë shumë numra. Këta provun me Duda Baljen, e pam edhe këtë fushatën linçuese të tij, se gjoja është punon për bija. Në vazhdimësi e kam bërë një gjë të tillë, në raport me zonën Balje, pikërisht për shkak se ajo në krye të herës ishte kundër votimit të qeverisë Kurti. Tash, për me arrit këta, me kriju 61 vota, besoj që i duhet bajagi shumë parë edhe shumë investim për me i bo numrat. Për ndryshe, numrat nuk i ka. Se po thoni parë dhe investim? Po në të siguroj që këto levizjet gjithandej, këto kanë interes prapa. Financiar, se një interes, po ju po thoni interes financiar. Janë interesa financiare, janë interesat jo për herëve, janë interesat të lloj-llojshme, janë interesat të pastër, që përfitojnë. Aty në rastet e tilla, mos harro, ndërhyjnë edhe grupe tjera, jo vetëm veç këta të politikës, po hynë edhe të biznesit, hynë edhe parapolitika, se për me arrit me bind t'i dikën, me ndru parti mrena natës,
me u zhjetë ta zonë me PDK-n ose LDK-n, edhe me u bo me vetëvendosin të ne